Nis zyrtarisht paketa e maleve, Këshilli Kombëtar I Territorit ka miratuar lejen e parë për investim në skajen verior të Shqipërisë, theth. Leja e parë në kuadër të kësaj paketi është miratuar një familje nga diaspora. Sot kaloi u miratua në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Territorit leja e parë e paketës së maleve për familjen Hasani nga Thethi, e cila ka vendosur të investojë kursimet e veta në tokën e të parëve në vendlindje dhe të kthehet në Shqipëri. Për kryeministrin Edi Rama, familja Hasani ashtu si shumë familje të tjera që kanë aplikuar kanë mundësinë të investojnë në tokat e të parëve të tyre. Kjo është paketa e maleve, paketa e trashëgimtarëve që tani më me ligje jo veç me zakon mund të rilindin shtëpitë e vjetra të stërgjyshërve apo jetëzojnë me agroturizëm, prodhim bujqësor ablektoral, si edhe agropërpunim, tokat e të parëve të tyre. Leja e parë është dhënë pikërisht në Theth, aty ku një vit më parë qeveria në një aksion kundër ndërtimeve pa leje shembi 130 objekte të palishme, ndërkohë në paketën e maleve në 52 bashki të vendit janë miratuar 400 zona zhvillimi me 1200 aplikime të miratuara deri më sot.